Së fundmi, një thashethem ka qarkulluar me shpejtësi në rrjetet sociale, ku pretendohet se këngëtarja Egli Tako ka humbur një fëmijë gjatë lidhjes së saj me aktorin Olsi Bylyku. Ky pretendim mori vëmendje të madhe pas një Insta story që Egli pretendoi se kishte postuar 2 vite më parë, ku fliste për një moment shumë të dhimbshëm emocionalisht. Në këtë postim, i cili u tha se ishte postuar kohë më parë nga banorja, shkruhej: "Ky ishte vendi ku ti mbroheshe, flije dhe ku pushoje në paqe. Vendosa të mbaj këtu për gjithmonë, ta mbaj këtë vend mbushur me ty, njësoj si zemrën time. Till we meet each other again soon. Mami të do." Pas përhapjes së këtij lajmi, familjarët që janë dhe menaxhuesit e profilit të saj në Instagram kanë reaguar duke mohuar këto pretendime, të cilat i kanë cilësuar si të pavërteta. Në një reagim të ashpër, familjarët e këngëtares shkruajnë: "Latë nam, Zotin ju kemi lënë se ju që keni fundi. S'ka më keq."